Zona e qafë Thores, në aksin rrugor Bog-Theth, është rihapur për qarkullimin e automjeteve pas bllokimit regjistruar një ditë më parë, si pasojë e ortekëve dhe sasive të mëdha të borës në rrugë. Bllokimi kishte pamundësuar lëvizjen e automjeteve që prej ditës së djeshme, për shkak të rreshjeve intensive të borës dhe aktivizimit të ortekëve gjatë natës. Fal punës e pandërprerë të mjeteve borë pastruese, është bërë e mundur largimi i borës dhe rikthimi i qarkullimit në këtë aks të rëndësishëm për zonën turistike të Thethit. Megjithatë, mjetet e mirëmbajtjes vijojnë të jenë në terren në zonën e qafë Thores për pastrimin e borës së depozituar dhe garantimin e sigurisë rrugore. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të jenë të pajisur me goma dimrore dhe zincir, si dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme për shkak të kushteve të paqëndrueshme atmosferike. Sipas informacionit të përditësuar nga strukturat e mbrojtjes civile për qarkum Shkodër, situata paraqitet e qetë dhe pa problematika madhore. Në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Puk dhe Fusharrës nuk janë raportuar emergjenca të shkaktuara nga moti. Furnizimi me ujë të pishëm dhe energji elektrike vijon normalisht në të gjithë qarkun. Ndërkohë, në akset Qaf-Madi-Fierz dhe K-Hadroj-Qaf-Bene, qarkullimi lejohet vetëm me goma dimrore ose zinxhir. Autoritetet mbeten në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe u bëjnë thirrje qytetarëve të informohen përpara udhëtimeve dhe të respektojnë udhëzimet e strukturave përgjegjëse.